sadakaja, qoftë dhe e vogël, është një begati e madhe dhe e mbyll me Isën a.s. Kur kaloi me i qytet i thanë njerëzit, o i dërguar i Zotit, është një person i cili i vjedh, bon zullume, na ka mërzit pa fund, na ka shqetësu. Tha, çfarë keni? Tham, nuk e du ma, ta marr i madh i Zot, se është zullumqar i madh. Na ka mërzit shumë. Ja ngrejti duart i tha, o Allah i madhnushëm, largoje këtë njerit të keq. Dhe me mendimin që ju pranui, tha njerëzve, rini sepse ky nuk kthehet më ndarkët. Dhe i hiku, doli nga qyteti, subhanallah al-azim, erdhi si kokra e mollës ndarkët u kthy në qytet. Isa ishte aty, profeti madh i Allahut. Kur e pan njerëzit, sa pan atë pan Isën, i thonë, o i dërguar i Zotit, po ti na dhe që s'vjen më. Tha, pushoni, qetësoni, se profetët i kanë pas kuptuar sekretet. Tha, pushoni, qetësoni. Lejeni, tha, të afrohet, edhe u afru. Tha, o filan, ku ke qenë? Tha, në filan vend. Edhe profeti Zotit e kuptoi. Tha, më thuj çfarë ka ndodhur? Më trego. Tha, jetë normale, më tregon ai specifik në gjë të veçantë. Edhe u menduaj, tha, i gjë e veçantë po më ka ndodhur. Nga ai ishte afër një mali, tha, dhe zbriti i rob adhurues i Zotit. Kishte kohë që adhuronte Zotin atje. Dhe e pashta që ishte shumë i urit. Kur u afruan kisha 3 racione me ushqim. I thash, o rob i Zotit, do në ushqim? Tha, i uritur jam. Tha, merret parën. Sa e pa, tha, ju hanta i shumë, sa tha, Zotit fal gjinave ta pastrof shpirtin dhe zemrën. Kështu i kishte thonë herën e parë. Tha, e hëngri atë me shpejtësi të madhe. Me erdhi keq, tha, dhe i dhash dytën. Kur i dhash dytën, tha, të fal Zoti gjinave që ke bërë dhe të fal Zoti gjinave që do bësh derisa të vdesësh. Thash, tha, amin. Edhe kur e pashta që nuk i kishte mjaftuar dhe e dyta, i dhash tretën. Kur e mori tretën, tha, o rob i Zotit, shoh Zotin në xhenet. Vëllezër, motër nderuara, nuk ka as problem më të madh se sa xheneti, gjithë problemet e tjera janë të vogla, xheneti është më i madhi. Tha, këtë kam boj dërguar i Zotit. S'kam boj gjë tjetër. Tjetër kam boj siç bëjsha për ditë. Busjeshi Isa a.s. i madhi i profetëve, një nga 5 më të mëdhenj, ai që i ngjalli të vdekurit me lejen e Allahut madhnushëm, me tekst të qartë kuranor. Tha, hape çantën. Edhe hapi çantën ai. Zoti i kishte caktuar përpara kësaj një gjar për ta pisku dhe për ta elmu dhe për ta vdek. Hape, tha, dhe e hapi, ai s'dinte gjë. Hape, tha, dhe e pa, ishte i lidh gjarpri. Edhe ju shpall Isa a.s. Tha, o Isa, kur i bëri ai adhuruesi duan e parë, engjëjt thanë amin. Kur i dha dytën dhe thanë prap, duan që bëri ai ti fal Zoti gjinave që ke bërë dhe do të bësh, thanë engjëjt amin. Kur thanë herën e tretë engjëjt amin, tha e lidhë gjarprin i madh i Zot që mos ta ande më dhe e fali për shkak sadakas. I tha Isa a.s. o rob i Zotit, hik dhe ktheu në veprat mira, se i madh i Zot i ka fal gjinavet për sadakan që ke dhënë. Kështu që inshallah Allahu xhelle shanu na bëf që të ecim rrugën e mbarë dhe të mirë me lejen e Tij. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin.